Më kë jeni tifoz ju, se gazetar sporti nuk e ndan dot këtë. Më keni tifoz? Unë jam tifoz i Shqipërisë. Tifozët i Shqipërisë më kujtojnë vitet, flasim gjithmonë për këtë periudhën e viteve 90 kur stadiumet ishin bosh kur luante kombëtarja. Mbusheshin vetëm kur vinte Gjermania lunte në Shqipëri, për arsye evidente. Dhe pastaj jemi të dy dëshmitarë se si stadiumet filluan të mbushen dhe sot jemi aty ku jemi me zjarrin e tifozëve kuqezi. Me kë ekip jeni në kampionatin shqiptar? Në kampionatin shqiptar jam me Tiranën. Me Tiranën. Në familje tek ky rrethi i kushërinjve, djemve të familjes jam në minorancë. Se Arbani me kë është? Me Partizan. Me Partizan? Është dhe kjo gara midis vëllezërve të vegjël që zgjidhen gjithmonë ekipe kundërshtare për. Po në Evropë, në botë, me ke tifoz? Me Juventusin. Me Juventusin. Kam qenë koshient dhe kuptoja pak nga ç'a ndodhte kur Italia fitoi botrorin e 82-shit dhe Franca e Platinis fitoi Europianen 84-s. Dhe ky ishte kombinimi Michel Platini i Platinis dhe Juventusit. Pastaj mos harrojmë dhe sa televizion shihej edhe tani un po kaloj këtej, po nuk e lë dot se më ngasmove shumë. A ke parë ndonjëherë në jetën tënde që ke ndjekur dhe si gazetar, po edhe si tifoz, ndonjë futbollist me elegancë si Michel Platini? Platinia ka qenë elegant edhe në gjithë manjerat e veta. Jo vetëm në fush, po edhe në atë që ka bërë mbas se ka lënë futbollin. Unë kam një këto momentet e ëndrave të fëminisë e kam realizuar. Ai ka qenë Tiranë. E ke takuar? Po. E ke intervistuar? Po, e ke intervistuar? Po na e thuaj këtë pra, ti pas ke intervistuar Platinin tani, jo kaq modesto. Se po të thras me emër tani, Igli, jo kaq modest, Igli, lutem. Ka qenë Tiranë në fillim viteve 2000, mos gabohem. Për të parë, po se ka qenë edhe më vonë. Ka qenë dhe si trajner në i Francës në fund viteve 90. E ke intervistuar domethënë? Në fund viteve 80. Po, në fund viteve 80. Fund viteve 80. Po, ka qenë mos gabohem 2002. 2002. E intervistuat? Nuk e intervistuat? Intervistë e bukur, doli në një gjë në një çfarë përshtypjet la? Po aty ishte ke burokrati, nuk ishte tek edhe më shumë intervista ishte për marrëdhëniet midis UEFA-s edhe FSHF-s të asaj kohe, po. Tani mua më ngasmon shumë midis sportit edhe ministrit për Evropën dhe punët e jashtme. Ka një debat këto ditë për organizimin e kampionatit U21 midis Serbisë U17 apo U21? Midis Serbisë edhe Shqipërisë. Nuk se ka në interes të jashtëzakonshëm në Shqipëri, por një vend e tillë nuk është i ulët, i rangut ulët, është një nivel i lartë. Por cili është qëndrimi juaj personalisht për një organizim të tillë? Sepse ka reagime pse ta realizoni ne me Serbinë, edhe pse federata ka dhënë një lloj, por një shpjegim që ishte vetëm mundësi që kjo të realizojë, pra Shqipëria të bëjë pjesë e këtij eventi dhe kur është bërë, për gjithë ata që na ndjek, kur është bërë, po themi ajo pjesa e parë e procedurave, Shqipëria nuk ka kandiduar bashkë me Serbinë, po më pas ka qenë një kondicion i UEFA-s që nëse e doni do ta bëni me Serbinë. Tani këtë pjesën teknike unë mendoj që Federata jonë e futbollit, zoti Duka, zoti Shulku, duhet ta kenë sqaruar në detaje, duhet ta kenë sqaruar edhe opinioni besoj që është i qartë për pjesën teknike, që është një nga gjërat më të qarta dhe më të mira. Kapacitetet e stadiumeve dhe infrastruktura që vendi ynë ka dhe Serbia ka në një mënyrë ose në tjetër nuk i plotësojnë gjitha kriteret dhe duhet që të ketë një kombinim të dyve midis të vendet. Po ajo që unë dua të them është mënyra se si ne duhet ikim përtej fantazmave të shkuarës. Po të shohim marrëdhëniet midis vendeve tona, flas për rajonin dhe nuk them vetëm midis Shqipërisë dhe Serbisë, po flas për gjitha vendet në rajon. Po të shohim 20 vjet më parë, 30 vjet më parë, 40 vjet më parë, shikojmë se sa ka ndryshuar. Qofse para 30 vjetëve ne nuk uleshim në tavolina, nuk diskutonim, nuk debatonim, por ishim në luftë.
direkte apo indirekte me entitetet caktuara në rajon. Sot ne jemi në tavolina, diskutojmë integrimin e përbashkët, diskutojmë rrugën e përbashkët që kemi me gjithë të vende në drejt Bashkimit Evropian. Me disa prej vendeve, cilat në momentet tyre të caktuara kanë pasur probleme me respektimin e drejtave dhe lirive të shqiptarëve, flas për Maqedoninë e atëhershme Maqedoninë e Veriut sotme, ne jemi aleat NATO. Dhe sa mirë që kontaktet midis vendeve fillojnë edhe thellohen. Gjë e më rëndësishme është që t'jenë njerëzit ata që ngushtojnë diferencat. Ajo që ka ndodhur në Evropë është gjithmonë një përpjekje e madhe e shuarjes konflikteve dhe tani nuk dua të kaloj mbi re, por Evropa e sotme, Bashkimi sotëm Evropian, i thjeshtësuar në mënyrën e të menduarit është një dëshirë e francezëve dhe gjermanëve për të lënë pas konflikte shekullore dhe për të krijuar një entitet përbashkët, që është ai që ne aspirojmë dhe ne të jemi aty. Mendoj fort që në momentin që midis shqiptarëve dhe serbëve do të ketë jo paqe, po një bashkëekzistencë të qëndrueshme paqësore në Ballkan, ky rajon vetëm do të zhvillohet. Është në dorën e shqiptarëve dhe të serbëve që shumë nga historitë e të shkuarës të jenë thjesht histori dhe ne të shohim përpara. Unë kam dëgjuar shpesh dhe këtu hy edhe tek djes, dhe këtu hy edhe tek kampionati. Tek kampionati i futbollit i këtyre moshave të reja, sepse që këtu fillon edukimi. Që s'kan lidhje me atë që ka ndodhur dikur. Që ne nuk duhet ta harrojmë, që ne e dënojmë, që ne padyshim vazhdojmë të ruhemi që situatat të ngjashme me atë që ka ndodhur, me atë genocid që ka ndodhur, të mos kthehen më, ama ne duhet të ecim përpara edhe të shohim një perspektivë e cila është për këta të rinj, është për këta. Ju do jeni në ceremoninë e hapjes në Beograd? Se di. Nuk e di. Këtë nuk e di. Ti je ministër për Evropën e Jashtme dhe dikur gazetar sporti mos. Nuk e di. Mund duhet të shkojmë në Beograd radh parë për një vizitë dy palce, pastaj duhet të shkoj. A duhet të shkoj? Duhet. Po pse shkon? Shkon. Duhet të shkoj. Ka ndonjë pengesë? Duhet të plotësohen kushtet. Jo, deri në sot ne kemi vizitat, po themi historike, që janë bërë një e zotit Meta, ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministër, e para, pastaj e zotit Rama si kryeministër, dhe këtu kemi mbetur. Do të 2 vizita ka Shqipëria në Beograd. Ka pasur vizita e Ramës është historike. Po pra, e para e zotit Meta. Është historike për mesazhet. Shumë rëndësishme. Se thanë Beograd që Kosova shtet e tjera. Është rëndësishme të shkosh diku. Po i ministrit të jashtëm vizitë zyrtare nuk kemi. Ka pasur, ka takime. Jo, vizitë zyrtare. Ka takime, ka pasur takime dhe ka pas raporte. Po ka në indicie që ju do shkoni si ministri i jashtëm? Duhet shkohet kur ka një produkt. Është rëndësishme që të ketë një produkt mirë. Okej, se ndoshta mund të rikthehemi aty, po zoti ministër, ka betejë si Partia Socialiste në këto zgjedhje është pasaporta e Bashkimit Evropian. Qef do kisha dhe mund të kisha pasaportën e BE-s, me thënë drejtën. Do e kesh. Do e kem? Po. Do ta kemi të gjithë, nuk do ta kesh vetëm ti. Unë jam nga ata që nuk e kritikoj asnjë qeveri shqiptare në këtë drejtim, po e kritikoj shumë Bashkimin Evropian për atë që i ka bërë Shqipërisë në këto 35 vjet. Dhe për mua nuk është faj as i Edi Ramës, as i Sali Berishës, as i Fatos Nanës, as i Majkos, as i Metës, as i Meksit, po është faj BE-s. Tani, me gjithë respektin që mund të kem, ky është një qëndrim im, zoti ministër, por borxhin e ka Evropa, ne nuk i kemi ne një borxh Evropës, që sa afrohemi ne, del Macron e thon, pritse ne s'kemi punën tonë, si të shtojmë. Pastaj del Bullgaria dhe thotë që Maqedonia, që ne jemi me Maqedoninë, se ç'lidhje kemi në Maqedoninë, një zot e di, ashtu është një punë se ka ca bullgare etj. Tani ata thonë që do jemi. Pse do ta besojmë këtë, zoti ministër? Duhet ta besosh sepse tani që ne po flasim dhe prej shumë kohësh, jo vetëm tani që ne po flasim, ka një plan konkret të dakordsuar të qeverisë Republikës Shqipërisë me Komisionin Evropian për mënyrën se si Shqipëria do të bëhet antarja e ardhshme e bashkimit. Dhe ky plan konsiston në gjithë përpjekjen që ne po bëjmë për hapjen e kapitujve, grup kapitujve, rekomandimeve, mbylljen e këtyre
grup kapituj, rekomandime, dhe kalendari është i qartë. Ky proces teknik negociues përfundon në fund 2027-s. Në fillim të 2028-s ne marrim. Tani ne i kemi të hapura negociatat apo jo? Patjetër. Po çfarë ndodh në 27-ën? Mbyllen. Negociatat teknike. Po Negociatat janë hapur. Po del njëri atje e thotë jo, se në Gjermania ka sinjale që ne kemi probleme me Shqipëri, Shqipëria ka probleme. Tani mos tym ke falli, të rrim ke mos tym ke kjo pjesa. Jo, s'është fallu po me benë, tani flasim kështu tani se. Mos tym ke falli. PS-ja ka kap shampanjën në 2018, no? Mos tym ke falli. Negociatat janë hapur në vitin 2022. Nga 2022 deri në 2024, deri në tetor 2024, u prit që ne të organizonim konferencën e dytë ndërqeveritare që të hapnim grup kapitullin e parë. Në dhjetor hapim grup kapitullin e 6, ne këtë vit do hapim gjithë grup kapitujt, që do të thotë gjithë kapitujt, dhe do të mbyllim negociatën teknike në fund 2027. Kjo është e qartë, e shkruar, e dakordsuar, e mbyllur në gjithë aspektet. Në 2028 ne do të fillojmë negociatën politike. Do të fillojmë të negociojmë me të gjithë vendet anëtare, parlamentet, qeveritë, parlamentet. Sigur del dikush aty dhe thotë jo. Sepse kështu ka bërë BE-ja. Të mbyllim negociatën teknike. Ajo që ndodhi në këtë periudhën e pauzës që ne patëm nga 2022 kur organizua konferenca e parë ndërqeveritare deri në tetor të 2024-s kur organizua konferenca e dytë ndërqeveritare që hapi grup kapitullin e parë, ishte që ne vazhduam të plotësojmë kushtet, rekomandimet, me reforma, me punë, me gjitha përpjekjet që ne bëjmë. Unë dua të nxjerr këtë të zëvendës komisioneres Kaja Kallas, zëvendës presidentës, Kaja Kallas, tani, kjo që ka qenë kryeministre e Sonis, dhe ka dhe ca, se dhe e marrin kështu, del një huaj aty dhe ç'a është ajo, që ka dhe ca probleme që e kanë nxjerrë media, bashorti i saj që bënte biznes me Rusinë etj. Tani vjen këtu. Po jo bë kështu tani unë jam gazetar, nuk jam diplomat. Dhe vjen këtu tani dhe i vë se nuk ishte aq e qartë ajo, duhet në atë që tha që Shqipëria ka bërë përparime, bravo i qoftë, duhet rokitje, dhe nëse ju bëni këto, rruga është e mbarë. Ajo nuk tha, siç thoni ju, që 27-ën mbyllet dhe 29 vjen antar, nuk e tha këtë. Ta ka thënë komisionera për zgjerimin, Marta Kos, pak javë më parë, dhe ta thonë të gjithë nga Brukseli e deri në gjithë kapilarët e administratës europiane. Më ndjen zoti ministër se unë nga që do të pretendoj që e njoh shumë mirë këtë, po tani një s'kam gjë kështu, po një nga Estonia që t'ia tregoj Shqipërisë që kjo është kështu, me thënë drejtë mua më kërcet shumë, nuk e besoj fare. Unë dua që t'jem jo thjesht edhe për vete, se ne kemi fëmijë dhe fëmijët lëvizin, studiojnë, bëjnë dhe ajo është e artë, nuk është pasaportë BE-s, por dhe në atë që e ka bërë aq të gjatë këtë rrugtim sa populli shqiptar është mërzitur. Euroskepticizmi është një sport që u takon europianëve, ne jemi eurooptimistë. Ne jemi një popull që e kemi ëndruar që të jemi qytetarë të Bashkimit Evropian. Neve kemi humbur shumë momente të rëndësishme për të qenë pjesë e familjes europiane për arsye historike, për të cilat ti dashur Roland e shpreh pasionin duke shkruar libra. Falenderoj. Dhe edhe unë, si dhe ti, e kemi pasur gjithmonë të frustrimin e udhëtarit të pamundur për të lëvizur lirshëm në familjen europiane. Ne të dyve na kujtohet kur ndoshta vetëm Turqi hyej me një vizë në kufi. Po. Në mesin e viteve 90. I vetmi vend që ne mund të hynim me vizë kufi. Po, pastaj është Maqedonia. Pastaj filloi Maqedonia. Po dhe ty në Maqedoni, po të hyjë nga Kosova, bëje vështirë dhe të ndiqnin ca makina e më radh. Dhe ja ku jemi sot, që ne hym pa vizë apo me vizë kufi në 126 vendet botës.